Sfida e krimit të organizuar në Shqipëri. Krimi i organizuar mbetet një kërcënim serioz për Shqipërinë. Ai prek sigurinë publike, minon qeverisjen dhe pengon zhvillimin ekonomik. Ky fenomen nuk kufizohet vetëm në aktivitete ilegale, pasi depërton edhe në ekonominë formale, duke ndikuar tendera, licenca dhe kontrata publike. Pasojat janë të dukshme, shteti ligjor dobësohet, konkurrenca e ndeshme deformohet dhe besimi i qytetarëve tek institucionet dëmtohet. Përmes korrupsionit dhe infiltrimit politik, krimi i organizuar shtrin ndikimin në vendimarrje. Ai pastron para, deformon tregun dhe vendos në disavantazh sipërmarrjet e ndeshme, kostoja, më pak të ardhura publike, rritje informalitetit dhe humbje besimit tek sistemi. Ky realitet kërkon një qasje të re, që shkon përtej ndëshkimit penal dhe vepron aty ku krimi përpiqet të fshihet, në hapësirat administrative dhe ekonomike. Ndryshimi i qasjes, nga ndëshkimi tek parandalimi. Për shumë kohë, lufta kundër krimit të organizuar është parë si një detyrë vetëm e policisë dhe drejtësisë. Por ndërkohë që procedurat penale janë të gjata dhe shpesh të vonuara, krimi i organizuar shfrytëzon çdo hapësirë për të konsoliduar pozitat e tij. Ai lëviz më shpejt se procedurat penale dhe shfrytëzon çdo boshllëk në sistemin administrativ për të hyrë në tregje dhe për të përfituar nga burimet publike. Për këtë arsye, u zhvillua një instrument më efektiv, i aftë të reagojë më shpejt, të parandalojë depërtimin dhe të ndërpres përfitimet kriminale. Qasja administrative. Ndryshimi i qasjes. Çfarë është qasja administrative? Qasja administrative është një mekanizëm parandaluese që përdor masa jo penale për dokuar aksesin e grupeve kriminale në sistemin ligjor dhe ekonomik, duke vepruar para se të ndodhë dëmi. Ajo fokusohet te parandalimi, jo vetëm te ndëshkimi, përmes refuzimit ose revokimit të licencave, lejeve, kontratave publike apo subvencioneve. Qëllimi është i qartë, të ndërpritet mundësia e keqpërdorimit të administratës dhe të vendosen bariera që e bëjnë më të vështirë aktivitetin kriminal. Kjo qasje nuk zvendëson drejtësinë penale, por e plotëson atë, duke e bërë sistemin më të sigurt dhe më efektiv. Kërkon bashkëpunim të ngushtë mes administratës, organeve të zbatimit ligjit dhe institucioneve të kontrollit. Ndryshimi i qasjes. Pse përdorimi i qasjes administrative është i domosdoshëm? Rëndësia e qasjes administrative qëndron në aftësinë e saj për të ndërhyrë aty ku krimi kërkon të maskohet si i ligjshëm dhe të shfrytëzojë hapësirat e sistemit administrativ. Ajo përbën një instrument kyç, duke anashkaluar procedurat e gjata penale dhe mundson veprim të shpejtë përmes bllokimit të kontratave dhe heqjes së licencave. Goditur mundësuesit e krimit, duke ndërprer rrjetet ekonomike dhe kompanitë guask, parandaluar kapjen e institucioneve dhe mbrojtjen e tregjeve nga infiltrimi i krimit të organizuar, forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional dhe arritur transparencën duke ulur korrupsionin. Qasja administrative është një praktikë e konsoliduar në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian dhe përfaqëson një element thelbësor për forcimin e shtetit ligjor dhe standardeve të qeverisjes. 5 shtyllat kryesore. Qasja administrative është ndërtuar mbi disa parime të përbashkëta, të cilat garantojnë që kjo metodë të funksionojë si duhet. Nga përvoja ndërkombëtare, janë identifikuar 5 shtylla kryesore që përbëjnë bazën e saj. 1. Parandalimi i keqpërdorimit të infrastrukturës ligjore. 2. Integrimi me drejtësinë penale si mekanizëm plotëshues. 3. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe koordinimi i veprimeve. 4. Shkëmbimi i informacionit për vendimarrje të bazuar në prova. 5. Marrja e masave konkrete, si revokimi i lejeve, refuzimi i licencave dhe mbyllja e aktiviteteve që krijojnë rrezik. Sa më shumë të jenë të pranishme këto elemente, aq më efektive është zbatimi i qasjes administrative. Shqipëria dhe rruga drejt BE-s. Zbatimi sistematik i qasjes administrative është thelbësor për Shqipërinë, jo vetëm për të forcuar luftën kundër krimit të organizuar, por edhe për të avancuar në procesin e integrimit evropian. Përvoja ndërkombëtare tregon qartë rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, analizës së rrezikut dhe e shkëmbimit efektiv të informacionit. Zbatimi i saj ndihmon Shqipërinë të avancojë në rrugtimin e integrimit evropian, duke rritur besueshmërinë e institucioneve dhe mbrojtjen e financave publike.
Kjo qasje është tashmë pjesë standarde e mekanizmave mbrojtës në vendet e BE-s dhe Shqipëria duhet të ecë me të njëjtin ritëm.